Përshëndetje edhe njërë të ndëruar teleshikues të radio e televizionit shqiptar, rikthehemi edhe njërë në transmetimin e ndeshjes Oriku Butrinti e Vlefshme për kampionatin e kategorisë së dytë sezoni 2025-2026, grupi B. Atje ku kërkohet ngjitja në kategorinë e parë. Butrinti ka gati 11 vjet që nuk merr pjesë në kategorinë e parë, ndërkohë që Oriku ka qenë deri para 3 vitesh në kategorinë e parë. Kërkon shanset e veta. Nuk shihet të ketë ndryshime të lojtarëve në të dyja skuadrat, ndrimi vetëm ka ardhur në pjesën e parë, kur u largua në minutën e 41 Kambere i dëmtuar dhe në lojë Mirani edhe një formacionet e të dyja skuadrave. Bunkoev për Orikun, Buxhelaj, Dalanaj, Disha, Gjinaj, Mirani, Kalisedor, Rodriguez, Zholi, Loja dhe Mezani. Përgjigje Butrinti me ndreca gjata, Ibrahimi, Basha, Kolonja, kapiteni i skuadrës, Silva, Olivera, Gjila, Munde, Kango, Pius, Mërkuri dhe Avduli. 4 kartona të verë të dhënë nga Eldorian Hamidi. Numri i goditjeve të këndit 5-1 për Orikun. Bëhet gati pra Eldorian Hamidi të japi vërshëllimën e parë për pjesën 45 minuta e fundit dhe topin e parë nga qendra e luan në Oriku. Kërkohet të pasimi gjatë për Mirani, gjata, goditje e këndi për Orikun. E 6 për Orikun, pra jemi gjithë në shifrat 1-0 për Orikun, që momentalisht është në vendin e parë me 46 pikë. Goditje e këndi në krahun e majtë të sulmit të Orikut. Gjinaj nuk arrin të koordinohet si duhet. Kalisedor ka dhe faull në zonën e rrepsisë së Butrintit. Gjata, Mario Mërkuri, gjata dhe njerë, dalja shpejt e Butrintit, Avdulaj, përsëri gjata në fundore në këtë kombinim, por shohim vendimin e gjyqtarit, ka goditje këndi për Butrintit, e dyta për të. Gjash me 2 goditje të këndit, por ka ndruar mendim Hamidi, pra mbeti me shifra 6-1 goditje të këndit, është vetëm rivënje fundore që do të nisë gjithçka nga portieri Bunkoev. Një portieri i ardhur tek Oriku nga Çeçenia. Vonon disi Bunkoev. Topi gjatë, Kalisedor dhe Avdulaj. Edhe njërë tjetër. Kalisedor, merr topin Avdulaj. Avdulaj përplaset me Mërkuri, pastaj e kanë në zotrim numri 30 Mezani. Dalanaj vjen pas shpinës, Mirani në krahun e majt, Mirani drejtë në duart e ndrecës.
Gjila. Faul i Avdulajt ndaj numrit 8 Rodriguez, goditje dënimi. Ishte Zholi Rodriguez. Edhe një tjetër. Birani. E berbe Gjoksi, hap rrugën pasaj pasimi për Zholi, mirë për nuk e zotron si duhet Kalizedor. Topi tek ndërisa. Basha. Gjata. Edhe kapsollash, por ka faul. Ndërhyrja i Miranit si pas habitajt, është faul ndaj Butrintit. Kartoni verdh për Miranit, e treta e verdh për Orikun, e 5 në total. Silva Olivera. Minuta 48, e treta e pjesës 2. Mërkuri, Ember me Gjoks, mirë për nuk koordinohet si duhet. Mërkuri, Gjata. Arkimi në zonë. Ka dalë Bunkoev i sigurt Bunkoev. Kalizedor, në dy luftime bashkë, pasaj Ibrahim. Vjen me shpejtësi në numri 13 Bezani për të rrëbyer topin e Rodriguezit. Rodriguez. Edhe një Rodriguez. Ibrahim. Pius. Do të nxitojnë skuadra e Sarandërit nëse kërkon të paktën të marrë barazimin në fushën e Orikut. Gjata, pasaj Gjila. Lirohet për një çast nga mbulimi i numrit 24 Gjilaj. Bunkoev me shumë vështirësive e ka larguar topin. Ja tek vjen goditja e dytë nga këndi. Një kthim i gabuar i topit nga Zholi, për pak sa nuk ka rrezikuar autogolin në minutën e 5 të pjesës së dytë, pra në minutën e 50 në total. Goditje e këndit, 6-2 goditje e këndit. Arkimi në zonë. Gjila, vetëm rivënje fundore, shumë e dobët goditja e numrit 9, që deri më tani, me atë penalti të humbur në minutën e 13, po e rrezikon Butrintin në hyrjen direkte në kategorinë e parë. Bunkoev. Do të bëj presingu skuadra Artan Beçarit, vetëm rivënje fundore. Mërkuri, edhe një topi për numri 2 Gjata. Pius. Ibrahim. Gjila. Gjila në këtë goditje, pasaj Mërkuri, drejtë në duart e portierit Bunkoev, është përplasur dhe me njërin për mbrojtësve të Orikut. Zotron topin mbrojtësi i 4 gëndorit të skuadrës së trajnerit Sherif Idrisaj. Më i mirë në fushën e lojës, jo vetëm sepse shënojnë nga pika e bardhë 11 metërshit, por priti dhe atë penalti të Gjila. Heroi i Orikut deri në këto momente. Pius. Ibrahim. Munde e kango në krahun e majt. Pius. Topi për Bashën. Edhe njërë Pius. Avdulaj.
Pastaj Basha. Gjata. Gjata dhe njërë. Ibrahim. Ka bërë pasim me Gjata me shumë shërësive, e mban brënda vje kufizusës të topit dhe tashme ka zotrim kapiteni Butrintit. Më fali kapiteni Butrintit është Kolonja. Ka pasimet gabuara. Mezani. Topi gjati ti. Për numrin 10 Loja. Në përplasje me Munda e Kango. Ka përsëri faul. Penaltia dytë për Orikun në minutën e 5 të pjesës së dytë. E 8 të pjesës së dytë. Në minutën e në minutën e 53. Penaltia dytë. Loja dhe Munda e Kango. Bëhet gati Bunkoev. Nëse na ndihmon edhe një herë tjetër në regjia për ta kuptuar nëse ishe brenda apo jashtë zonës së rrepsisë. Ky ka qenë dy luftimi Munda e Kango dhe numri 10 Loja. Mbetet gjithçka në kompetencën e Eldorian Amiti që e ka vlerësuar që faulli ka nisur brenda zonës së rrepsisë për ta akorduar këtë penalti të dytë për Orikun, e treta sfidës në minutën e 53. Loja që vazhdon të jetë i dëmtuar. Jemi në minutën e 54, Bunkoev që bëhet gati të godas nga pika e parë dhe 11 metrëshit. Ishte pra në dy luftim me Munda e Kangon. Loja që është jashtë fushës së lojës. Minuta e 10 e pjesës së dytë. Bunkoev dhe Ndrica. Ka ardhur vërshëllima Amitaj. Bunkoev dhe 2-1. 2-1 për Orikun në minutën e 55. Bunkoev 2-0 më fali. 2-0 për Orikun. Bunkoev minuta e 55. E penaltia 2 që shënon ai. Bunkoev në minutën e 9, Bunkoev në minutën e 55, 2-0 për Orikun, ndërkohë që në minutën e 13 ka pritur penaltinë e Gjilda, 2 gola shënuar, një penalti e pritur, e nëse Orikun gjitet në kategorinë e parë, është fal këtij portieri legjendar për momentin. Bunkoev pra në minutën e 9 dhe në minutën e 55, 2-0 për Orikun. Nisë edhe njërë tjetër nga qendra Butrinti. Ka dhe të muese në tribunën kryesore të stadiumit të Orikut, pra Bunkoev në minutën e 9 dhe 55. Penaltia e fituar nga Loja në atë dy luftim me Munda e Kangon në minutën e 53. Gjata. Kalizedor. Pastaj Mirani.
rivaliancore për Orikun. Kujtojmë edhe njerë Bunkoev në minutën 9, në minutën 55, 2-0 për Orikun. Në minutën 13 Gjila që ka humbur penalti. Mirani. Loja dhe Munde Kango. Tjetër dalje shpejt dhe sun për Orikun. Basha dhe godit e këndi. E 7 për Orikun. 7 me 2 godit e këndi, 2-0 godit shifret e goleve. Bunkoev në minutën 9 dhe 55. Dhe pran golit të tret Dalanaj. Mirë për nuk koordinohet si duhet Oriku në sulm. Ndërko, ka mbetur i dëmtuar njëri për lojtarëve të Botërindit. Kërkohet asistenca mjekësore. Jemi në minutën e 13 të pjesës së dytë. Ndërhyet në asistencën mjekësore për të ardhur lojtarit të dëmtuar, për të ardhur në ndihmë lojtarit të dëmtuar të Orikut. Me sa kuptoj është Dalanaj. Pra, Bugjelaj. Pra, jemi kështu pra në lojë të ndërprerë, ndërsa kemi ngritur në minutën 60 të takimit. 2-0 për Orikun. Bunkoev në minutën 9 dhe 55 me 11 metrësh. Largohet Rodriguez jashtë vijeve kufizuese të fushës. Ndërkohë që ende nuk kanë ndrym. Ibrahim. Basha. Gjata. Edhe njërë Basha. Topi për Pius. Ibrahim. Ka hyrë në fushën e lojës Rodriguez. Ndërkohë ka mbetur i Disha i dëmtuar. Duhet të ndërpritet edhe njërë tjetër loja. Nisë shëria ndërprerjeve, por të gjithë e dinë që Eldorian Abidi do t'i mbajnë në llogari minutat e ndërprerja. E do të kemi shtesë mbi shtesë në përfundim të pjesës së dytë. Pra 2-0 për Orikun. Bunkoev në minutën 9 dhe 55. Në të dyra rastet nga pika e bardhë e 11 metrëshit. Ka pritur dhe një penalti në minutën e 13. Bunkoev me topin ndërduar. Bunkoev. E goli i tretë për Orikun.
3-0 për Orikun. Me Lloja në gjujtje pa shumë pretendime e ka dërguar topin në krahun e djathtë të portierit Ndreça. Jemi në minutën e 17 për në minutën e 62. Ishte Mirani autori i golit, do të duhet ta shohim edhe një herë nga përsëritja. Pra, jo Lloja. Mirani në këtë gjuajtje që dhe topi që përfundon në krahun e djathtë të Ndrecës 3-0. Mirani në minutën e 62. Dhe një hap më shumë drejt kategorisë së parë Oriku. Bunkoev në minutën e 95 me 11 metrësh, Mirani në minutën e 62 dhe të realizimit të ëndrës skuadra Sherifi Drizaj për te i përpjekjeve të Butrintit. $3-0 për Orikun. Kalizador në këtë dalje të shpejt. Ndërkohë ka dhe grushta midis Munde e Kangos dhe Llojes dhe kartoni kuq për Munde e Kangon në goditje me kokë ndaj kundërshtarit të tij. Në minutën e 63 Buntriti mbetet me 10 futbollistë, Munde e Kango me karton të kuq në goditje me kokë ndaj Llojes. Largohet pra me kartoni të kuq Munde e Kango. E shohim edhe një herë përplasja me Llojen. E reagimi i Munde e Kangos ndaj Llojes në këtë goditje me kokë, kartoni kuq direkt nga Eldorian Hamiti. 2 zëvendësime gati për Orikun, Gjoka dhe numri 6 Kasaj, ndërkohë që tek Butrinti bën gati Fabricio Çulli dhe numri 14. Largohet pra Buxhelaj. Largohet edhe numri 10 Lloja. Në minutën e 65. Pra Gjoka në vend të Buxhelajt edhe numri 6 Kasaj në vend të Llojes. Ndërkohë është larguar Kolonja dhe në lojë numri 11 Fabricio Çulli. Po kështu dhe numri 14 Babakar në vend të numrit pra Babakar dhe Fabricio Çulli për Butrintin. $3-0 për Orikun. Po kështu pra ka dalë dhe Silva Olivera dhe ka hyrë Babakar. Oriku ka dhe 2 zëvendësime në dispozicion, ndërkohë që Butrinti 3 të tilla, ndërsa kanë mbetur dhe 23 minuta lojë. Jemi në minutën e 67, topi gjatë në duart e Bunkoev.
Kujtojmë edhe njëra autor të golave, Bunkoev në minutën 95 me penalti dhe Mirani në minutën 62 dhe 3-0 për Origun. Ka fresuar skuadrën që i Vidriza Pius. Ka pësuar një dëmtim në kokë Lloja që merr asistencën mjekësore. Jashtë vijave kufizuese të fushës, ndërsa është zëvendësuar nga Sheri Vidrizi. Zholi, rival janësore. Zholi edhe njerë. Mirani. Arë nuk arrin Dalana të koordinohet. Luan topin Fabricio Çulli. Çulli. Largon për qasë numri 2, Gjoka. Ishte kapiteni Gjinaj Disha. Bunkoev. Bunkoev të kujdare shpejt e Orikut. Ndërca. Pius. Pasaj Gjinaj. Nuk arrin të marrë topi si duhet numri 30 Bezani. Ndërkohë ka mbetur i dëmtuar Gjila me një të kjo mundësi për Butrinti, nuk arrin mërkuri të godas. Rival janësore për Orikun. Kalizador. Rival ansore për Butrintin. Gjata. Tash për thjesht administrim minutash, sepse në treqerekun e përfundimit të kësaj ndeshje, Origu e ka realizuar qëllimin apo objektivin e vet, fitoren e ndeshjes dhe dalje në kategorinë e parë në një rrithim pas rreth 3 vitesh. Jemi në minutën 70, 20 minuta për të luajtur në këtë sfidë. Gjata. Edhe njërë Gjata. Përse i Gjata mbron mirë topin numri 8 Rodriguez. Basha. Pius. Ibrahim. 3-0 për Orikun. Gjila. Largo topin Zholi. Numri 22 Avduli. Basha. Në kombinimin me Pius këthe topit tek ndërsa. Basha. Edhe njërë Pius. Ibrahim. Ndërkohë bëhet gati zëvendësimi 3 tek Butrinti jashtë fushës lojës është Lala. Gjila. Avduli. Gjata. Mes tre lojtarëve të Orikut. Rivalje fundore për Orikun. E zëvendësimi 3 gati tek Butrinti.
Largohet Mërkuri pra në minutën e 72. Lëloj Lala. Po kështu do të largohet Zholi e në loj Kapo. Ndërkohë largohet edhe Dalanaj e në loj numri 3. Ishe numri 3 pra Pra ka zauruar në ndërrimet e veta Oriku në minutën 72. Budiniti ka dhe 2 të tjera. Jemi gjithje në shifra 3-0. Arkimi nga ka godit e këndi. E treta për Butrindin. 7-3 godit e këndit për Orikun, 3-0 shifrat e goleve. Butrindi që luan që nga minuta 65 me karton të kuq mund e Kango. Në minuta 63 bëjmë një korrigjim. Pra në vend të Dalanajt në minutën 72 ka hyrë Bregova. Vazhdojmë kështu. Ndërsa janë edhe 15 minuta në dispozicion të kësaj sfide. Bunkoev në minutën 95 me penalti dhe Mirani në minutën 62, ndërkohë që vjen goditja e këndit nga Butrindi vendosi fatin e kësaj sfide me Oriku në vendin e parë me 46 pikë. 7-4 goditja e këndit. Del Bunkoev. Pius. Arkimi në zonë. Avdulaj. Goditja Gjilla, kontrollon Bunkoev. E ka lënë jashtë pra në rivëlje fundore. Mund ta kishte bllokuar, ka mbetur për një çast i dëmtuar mbrojtësi i katërkëndorit të Orikut. I vjen në ndim pikërisht numri 25, Kapo janë ato ngërçet e lojës. Sikur se tham, luhet në temperatura të larta. Për momentin 23 gradë Celsius në Orikum. Së gjarë në momentin edhe për të vonuar gjithësi lojën. Edhe 13 minuta. Ndërkohë në sfidat e tjera të kategorisë së dytë, Partizani B kryeson 1-0 me Këlqyrën, Delvina 1-1 me Tomorin dhe Baliqi 2-1 me Dëvollin.
Ndërkohë për momentin, nëse mbetën këto rezultate, pra, Butriti do të luajë përballë Maliqit në play-off dhe Bylis B do të ndeshet me Partizanin B, po në play-off. Fitueset me njëra tjetër dhe më pas dy fitueset e play-offit të kategorisë së dytë, pra ajo e grupit A dhe e grupit B, për të nxjerrë skuadrën që do të luajë me skuadrën e vendit të 10 të kategorisë së parë për të ngjitur apo për të qëndruar në kategorinë e parë. Këto janë të momentit, pra, Butriti B Maliqi, Butriti Maliqi dhe Bylis Partizani B. Jemi në minutën 79, 11 minuta nga fundi sitës, tjetër ndërprerje loje. Nisin të vonojnë, pra, kalojnë minutat. Lojtarët e Orikut 3-0. Bunkoev në minutën e 90 me penalti, Bunkoev në minutën e 55 me penalti dhe Mirani në minutën e 62. Largohet njëri për lojtarëve të Orikut jashtë vjeve kurrizuese të fushës. Afrohet pikërisht Rodriguez në këtë pasim të gjatë për Kalizedor. Pastaj Mirani, mundohet edhe Bregova, por Mirani nuk arrin, bllokohet Kalizedor. Tash me lojtar më pak, po kërkon pokrin e goleve skuadra e Shehi Idrisaj. Kapo. Edhe një herë tjetër. Ishte numri 4, Disha, Bunkoev. Gjinaj. Bunkoev. Sërish Disha. E tepron me këto pasime të shkurtra. Kalizedor. Japin ngjyrë spektaklit lojtarët e Orikut, çfarë fitojnë edhe ovacionet e tifozëve në stadiumin e Orikut. Pra kujtojmë edhe një herë, nëse mbetet ky rezultat në play-off, Butriti përballë Maliqit, Bylis B me Partizanin B. Në skemën 2-5-3-4. Gjata. Fabricio Çulli. Faul. Por ka pozicion jashtë lojë, më tepër se sa faul. Fabricio Çulli në atë pasim të gjatës. Dosha nuk i kishe parashikuar të tillë. E kishin marrë disi letë lojtarët e Butritit, duke menduar që me barazimin në xhep ishin ata në kategorinë e parë. Shumë shqetësuar me këtë pasim të Bunkoev në rivaljancore. Vonon në rivaljen e topit dhe do duhet të rivijet edhe më shpejt në lojë, ka nisur topi për numrin 5. Ibrahim Pius. Jemi në minutat 87 minuta plus kohë shtesë. Gjithje 3-0 për Orikun. Avdulaj. Gjila.
Ibrahim. Gjila. Mirani. Edhe njërë tjetër. Pius. Që mundohet të nëzirë skuadrën për para. Pius. Gjila. Gjila dhe Bunkoev. Gjata. Vazhdon aksioni Butrintit. Gjata. Gjata dhe njërë tjetër Bunkoev dhe goditje këndi e 5 për Butrintin. 7-5 goditje këndit. Nërko kam betur i dëmtuar Bunkoev. Edhe njërë tjetër, kërkon asistencë Bunkoev. Nërsa jemi në minutët 84, 6 minuta dhe fundit të sfidës. 6 minuta largë daljes në kategorinë, rikthimit të kategorinë e parë për Orikun, që do shoqëroj Beslidhje. Do duhet vendoset edhe data nga Federata Shqiptare e Futbollit për finale për titull kampion pra Beslidhja Oriku. Vazhdojnë të vonojnë në lojë. Gjithçka gati për vazhdimin e lojës në goditjen e 5 nga këndri për Butrintin. Gjata. Mirani, gjerë për para skuadrën, është pozicion jashtë loje, Kalize Dor provon Dalanaj, kontrolon Ndreca. Ndreca. Gjata. Gjata. Pasaj Kapo dhe Fabricio Çulli. Kalizedor në dy luftime bashkë, pasaj Gjata. Edhe njërë Pius. Ibrahim. Përpigjet Butrintit paktën të gjejë golin e nderit, ndërsa kanë mbetur edhe 4 minuta. Bregova. Gjila. Gjata. Fabricio Çulli. Largon mbrojtja. Sërish topi në këmbët e lojtarëve Sarëndiot. Gjata. Fabricio Çulli. Pius. Edhe njërë tjetër numri 11 i Butrintit do dy luftim me numrin 30 Bezani. Ka rivën jancore për Orikun. Nuk e mban vëndi Sherifi Drizën. Është gjithnjë jashtë bankinës së tij për të orientuar skuadrën çfarë i detyron pra gjyqtarin e 4 Gerard Çokaj të vejë rregullat. Janë shumë pranë bankinat. Ishte numri 6 i Orikut Kasaj Bezani. Pius. Tashmë nuk ka më kohë për asgjë. Vetëm pritet vërshëllima e fundit e Eldorian Habidit për nisur festën Oriku në këtë rikthim në kategorinë e parë. Mbyll të gjithë zonën Kapo, pastaj Gjata dhe kushton Bunkoev.
I pakalueshëm portieri i Orikut, ndërkohë që ka faul në zonën e rrepsisë së skuadrës vendase. Pius. Jemi 10 minutës së fundit, pritet vetëm akordimet e minutave shtesë tashmë nga gjyqtari Gerard Çokaj. Basha. Edhe njerë Basha Pius. Gjila. Ndoshta 6 minuta shtesë akordohen nga gjyqtari 4 Gerard Çokaj. Pius ka patur shumë ndërprerje që nga momenti i dëmtimeve apo ngërsheve që kanë pësuar lojtarët e Orikut apo tek përplasja kokë më kokë midis Munde e Kangos që në minutën e 63 u ndëshkua me karton të kuq për goditet kundërshtarit ndaj Llojës. Zëvendësimet e shumta me njerë do të bëhen gati pra edhe ceremonia e dorëzimit të trofeut për fituese në grupit B. Dje është bërë në Kuçov ceremonia e dorëzimit të fituesës së grupit A që në këtë rast ishte Beslidhja. Gjila. Edhe njerë tjetër. Mezani. Pasaj dalje shpejt me Rodriguez, mirë por nuk e zotron si duhet Bregova. Pius që në minutën e 62 apo që në dalë me karton të kuq të Munde e Kangos, tash ndeshja ka, si thuash, e ka përfunduar historinë e saj. Konsolidimi i minutave të shtesë. Numri 22 Avdulej. Ndoshta nëse Gjila do të kishte qenë sakt në atë penallti të humbur në minutën e 13 përballë Bunkojev, mund të kishim të tjera situata. Faul. Vazhdo lojën Eldorian Hamidi. Ka bitur dëmtuar Gjata. Ndërkohë Mirani e mban topin. Numër 6 Kasaj. Goditja jashtë. Jashtë Bregova në atë diagonale në krahun e djathtë të sulmit të Orikut. Mbeti me shifra 3-0. Edhe 3 minuta nga vëshëllima e fundit e Eldorian Hamidi. Gjata. Avdulej rrjet e jashtme. Shohim edhe një herë nga përsëritja goditjen e Bregovës.
vërje fundore. Kapaj. Edhe njerë tjetër. Kapo. Pius. Ndoshta ndërsunë të fundit të kësaj sfide. Bregova. Ndërhyrja Ibrahim, që mban topin brenda vijë kufizuese të fushës Ibrahim. Avdulej. Gjata dhe Jer. Basha, që ka marrë shiritin e kapitenit pas daljes së Kolonjës, ndërkohë që ka i mbetur i dëmtuar në përplasjen me Kalisedor. Rivaliancore për Butrindin. Edhe 1 minutë. Nisë në këtë kundërshurb Kalizedor dhe ndreca Kalizedor pranë pokrit të golave, por kërkoi ta kalonte topin mes këmbëve të përmbrojtësit të katërkundërorit Butrindit, është bllokuar për ti, ka mbetur i dëmtuar ndresa, vjen vërshëllima e fundit e Dorian Hamitit e Oriku, fituesi i grupit B me 46 pikë dhe rikthehet në kategorinë e parë, ndërkohë që Butrindi me 44 pikë do duhet luaj shanset e veta në play-off përballë Mbaliqit. Kurse çifti tjetër, Bylis B dhe Partizani B, 3-0 për Orikun, Bunkojev në minutën e 9 me 11 metrësh, në minutën e 55 me 11 metrësh dhe Mirani në minutën e 66 e 62 dhe 3-0, ndërkohë që në minutën e 13 Gjila ka humbur 11 metrësh për Butrindin, teksa grushtoi e priti Bunkojev. Bëhemi gati për ceremoninë e dorëzimit të trofeut për skuadrën fituese të grupit B në kategorinë e dytë. Sikur se ju lajmëruam, do të jetë zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Gej Qipi që do të japi trofeun për Orikun, që rikthehet kështu pas gati 3 vitësh në kategorinë e parë, me 46 pikë në një ndeshje të interpretuar mirë me një hero si Bunkojev. I kënaqur dhe presidenti i ekipit Muharrem Yazoi. Një meritje e veçantë për trajneri Sherifi Drizaj dhe ndihmësit e tij. Beslidhja dhe Oriku që do të luajnë më pas finale për titull kampion në kategorinë e dytë. Vitin e kaluar ishte Iliria kampion në kategorisë së dytë kur fitoi 1-0 ndaj Luftëtarit. Një transmetim ekskluziv nga stadiumi i Orikut për herë të parë në rrjetet e radio televizionit shqiptar. Shohim regjia në ofron edhe një herë tjetër momentin e penaltisë së dytë për Orikun, shënuar nga Bunkojev. Ndërkohë, kjo ishte penaltia e pritur nga Gjila. Ka nisur fishek zjarrit. Kjo është penaltia e Bunkojev e dyta e realizuar. Më pas dhe goli i Miranit në gjujtje këndësish pa pretendime Futurimti që përfundon në krahun e djathtë të ndrecës. Ka ardhur dhe stenda, fishek zjarrit, ka feste Oriku. Gëzimi i Orikut.
Pra, sërisht Butrindi derisa të mundësoj dalje në kategorinë e parë, minimalisht do të duhet luaj 4 ndeshje, të sfidoj të 5 në grupit, të sfidoj fituesen e çiftit midis vendit 3 të 4 po të grupit, të sfidoj dhe fituesen e play-offit të grupit A dhe më pas të skuadrën e vendit të 10 të kategorisë së parë për të shpresuar të jetë në kategorinë e parë, një rrugë tjetër e gjatë, 4 ndeshje të tjera shtesë. E mbyll në vendin e dytë me 44 pikë. Gati ceremonia në fishek zjarret dhe pritje në publikut. Ndërkohë, i pranishëm në stadium të Orikut edhe trajneri flamurtarit Andi Ribaj. Vazhdojnë fishek zjarrit në stadiumin e Orikut. Fesa Orikut. Dhe është momenti që Gjinaj do të ngrej kupën. Oriku fituesi i grupit B me 46 pikë. Rikthehet në kategorinë e parë së bashku me Beslidhjen e me këto pavje të Fesës së Orikut, ndërpresim transmetimin dhe japim fund nga stadiumi i Orikut. 3-0 me Butrindin, Bunkoev në minutën e 9 me penalti, në minutën e 55 me penalti dhe Mirani në minutën e 62. Këtu i vjen fundi transmetimit tonë, mirë të gjofshin transmetimet e ardhshme.